ka pasur edhe pjesën anësore apo fshatrat e saj. I përmendëm edhe fshatrat pak të cilat i rrethojnë qytetin. Po, domethënë ato 4 fshatra, mirë po ka edhe të tjera, kuptuar, sepse unë e thash janë 66 fshatra me qytetin 68, edhe janë domethënë dahet pjesa perëndimore, si ja thash edhe pjesa lindore, dhe këto 4 vendbanime njihen si mbajtëtar, se ka edhe të tjera. Për shembull, është një vend në fshatin Pestov ku është një vend arkeologjik i periudhës romake që ne quajmë si Villa Rustica, domethënë një lloj shtëpie rurale ose në fshat e periudhës romake. Po ashtu ka gjetje edhe në fshatin tjetër në Dobërllug apo në Fushmer, që edhe aty ka mbetje të periudhës antike. Kjo domethënë e dëshmon që mbushtria përveç që ka pas qytetin të zhvilluar, ka pasur edhe pjesën anësore apo fshatrat e saj. Mund të them se Vushtrria është interesant përveç se në antik, domethënë shekujt 2-5, mbërrin zhvillim të lartë ekonomik në periudhën e sundimit osman. Në kjo kalaja që gjendemi këtu, besohet që mas pushtimit ose gjatë pushtimit osman pas betejës Kosovës është shkatruar për shkak të rezistencës nga forcat osmane, dhe prapë është rindërtuar, sepse ka mendime ndryshme kur është ndërtuar kalaja, por prapë mas shkatrimit osman, kur stabilizohet pushteti, prapë rindërtuar, dhe kjo është përdorur një kohë gjatë si një lloj kazermë ushtarake. Pastaj është përdorur si burg, si një lloj magazine e mbledhjes, si një lloj depoje, por domethënë mund të themi se rreth kalas është zhvilluar qyteti. Për shembull, në shekullin 15, pas dokumenteve osmane, ne shohim 10 lagje që ka pas qyteti. Për shembull, 6 kanë qenë përkatësisë islame, 4 përkatësisë të krishterë. Diku shihet në ato dokumente në shekullin 16 ose 17 që ka pasur rreth 400 shtëpi. Për shembull, ne shohim një lagje Gradicka, që nënkupton rreth gradit ose rreth qytetit, domethënë rreth kalas, ose lagjen Tërgovishta, që nënkupton tregtar, lagja tregtarëve, ose lagja Rotaj, tipike në gjuhën shqipe, lagja sigurisht ku janë proponuar rrotët, ose ka qenë zeja rrotës në atë rrotëve të Drurit. Ose kemi për shembull një lagje që e kam hasur në këtë periudhë, lagja Schuster, që besoj se mund të ketë qenë një lagje e nxehtarëve sas me origjinë gjermane, sepse deri vonë ne e dimi që në këtë pjesë në mesjet ka pasur tregtar Raguzan ose të Dubrovnikut, edhe ajo është quajtur lagja e tregtarëve, dhe lagja e Schuster apo me origjinë gjermane e sasve, që ka qenë lagja e nxehtarëve. Dhe në këtë periudhë Vushtrria ka qenë kryeqytet i Sanxhakut. Sanxhaku ka qenë njësia më e madhe administrative e periudhës osmane.